Fillimi i muajit maj pritet shënojë dhe fillimin e punimeve për ndërtimin e autostradës Morin-Prishtinë-Merdare, që është vazhdimsi e autostradës Durrës-Kukës-Morin. Tashmë marrëveshja me kompaninë amerikane-turke Bechtel&Enka për fillimin e punimeve është e gatshme. Ministri i Transporteve dhe Telekomunikacionit Fatmir Limaj thanë në një bisedë për zërin Amerikës se fillimi i ndërtimit të autostradës që do të lidhë Shqipërinë dhe Kosovën ka një rëndësi që shkon edhe për te. Po, kjo është një lajm jashtëzakonisht i rëndësishëm pasëgjithësisht për qytetarët e vendit tonë, të Kosovës, pasi që atë ju edhe jo vetëm për Kosovën, po edhe për Shqipërinë e përgjithësi për rajonin. Kjo rrugë nuk do të lidhë vetëm Kosovën e Shqipërinë, po do të jetë rrugë lidhëse regionale, që do të ndihmojë edhe vende të tjera fqinje për të lidhur me ndaljen deti ose përtej me Evropën perëndimore ose pjesën perëndimore me pjesën lindore. Ndërtimi i autostradës do të bëhet segment pas segmenti dhe kjo ka nxitur reagime të opozitës në Kosovë, e cila thekson se kjo mund të krijojë hapësirë keqpërdorimesh. Ministri Limaj thënë ndërkaq se kjo mënyrë e ndërtimit është në pajtim me fuqinë financiare të vendit. Gjëja më e mirë që ka ndodhur në këtë kontratë, që neve na bën të flajmë rehat, është pikërisht lidhja e kontratës segment pas segmentit. Ne me këtë kemi treguar seriozitetin, dëshirën për të ndërtuar autostradën, por njëkohësisht edhe seriozitetin për të ruajtur funksionimin e shtetit, që do të thotë jo në mënyrë diletanteske të shkohet në mënyrë glamoroze, bëhet diçka që juve nuk e keni kaqikun ta bëni, po thjesht ne kemi dashur vetë kemi rrugë, po dhe të jemi të kujdesshëm për të ruajtur sistemin fiskal të këtij shteti të ri, i cili s'ka 2 vite që është ndërtuar. Ministri Limaj thotë se çmimi i ndërtimit që do të zgjasë 36 muaj sillet në rreth 700 milionë euro, por ky nuk është çmimi përfundimtar. Çmimi real i saj do të jetë gjatë ndërtimit dhe kjo ishte një prej arsyeve që zgjedhën metodën e ndërtimit hap pas hapi. Fillimi i punës për ndërtimin e autostradës sipas ministrit Limaj është përfundimi i një procesi të mundimshëm, i cili është mbështetur nga mekanizma të rëndësishëm ndërkombëtar, por ka pasur edhe përpjekje për pengimin e projektit. Ka pasur edhe presione, ka pasur edhe pengesa, ka pasur edhe moskuptime, ka pasur edhe rezerva, ka pasur edhe qëllim mira, ka pasur ndoshta edhe jo me qëllim mirë, ka pasur shqetësime të drejta, domethënë ka pasur natyra të tjera, ka pasur edhe interesa materiale, të cilat kanë dashur të kthejnë interesa politike, për presione politike. Ka pas, gjëra do dalin të tilla. Po një gjë ka qartë. Vullnetin politik për ta ndërtuar këtë rrugë askush s'ka mund të thonë. Ka pas ka qenë vullneti politik dhe kemi bërë qartë. Ne do ta bëjmë rrugën me çdo çmim, vetëm një çmim jo, për ta rënuar ose bankrotuar shtetin tonë. Sidoqoftë, ndërtimi i autostradës është projekti më i madh që financohet nga qeveria e Kosovës dhe ai vlerësohet me rëndësi të posaçme për ekonominë e Kosovës dhe lidhjen e saj me vendet fqinje. Për zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.